24 maj. Shkëmbi i sigurisë tënde. Perëndia ju zgjodhi që në fillim për shpëtim në shenjtërimin e frymës, e 2 Thesalonikasve 2:13. Bibla flet për zgjedhjen tonë, që Perëndia na zgjodhi në Krishtin para themelimit të botës, Efesianëve 1:4, para se ne të kishim bërë ndonjë të mirë apo të ligë, Romakëve 9:11. Prandaj, zgjedhja jonë është e pakushtëzuar në kuptimin më të prerë. As besimi ynë dhe as bindja jonë nuk është baza e saj. Zgjedhja jonë është e lirë dhe krejtësisht e pamerituar. Nga ana tjetër, ka 10 pasazhe në Bibël të cilat flasin për shpëtimin tonë përfundimtar, përkundrejt zgjedhjes tonë në përjetësinë e shkuar, si të kushtëzuar nga një zemër dhe një jetë e ndryshuar. Prandaj, pyetja që shtrohet është: si mund ta kem sigurinë që do të këmbgul në besimin dhe shenjtërinë e nevojshme për të trashëguar jetën e përjetshme? Përgjigjja është se siguria është e rënjosur në zgjedhjen tonë. Letra e 2 e Pjetrit 1:10 thotë: jini të zellshëm, aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Zgjedhja hynore është themeli i përkushtimit të Perëndisë për të më shpëtuar, dhe përpasoj ai do të marrë përsipër që të punojë në mua përmes hirit shenjtërues, atë që u fillua nga hiri i tij i zgjedhjes. Ky është kuptimi i beslidhjes së re. Kushdo që beson në Jezusin është përfitues i sigurt i beslidhjes së re, sepse Jezusi tha te Luka 22:20: kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim. Ai po thot se me gjakun tim po e siguroj beslidhjen e re për të gjithë ata që janë të mit. Në beslidhjen e re, Perëndia nuk është thjesht duke urdhëruar bindjen. Ai e jep bindjen. Zoti, Perëndia yt, do të rrethpres zemrën tënde dhe zemrën e pasardhjes sate, që ti ta duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër e me gjithë shpirt, dhe kështu ti të jetosh. Ligji për të rirë 36. Do të vë brenda jush frymën tim dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia. Ezekieli 36:27, krahaso me 11:20. Këto janë premtime të beslidhjes së re. Zgjedhja është përkushtimi i përjetshëm i Perëndisë për ta bërë këtë gjë për popullin e tij. Prandaj, zgjedhja është garancia se ata që Perëndia i drejtëson me anë të besimit, ai do t'i përlëftojë me siguri të plotë, Romakëve 8:30. Kjo do të thotë se ai do të punojë për t'i plotësuar pa dështuar në ne të gjitha kushtet që janë caktuar për përlëvdimin tonë. Zgjedhja është themeli final i sigurisë, për shkak se me që përkushtimi i Perëndisë është që të shpëtojë, po kështu është edhe përkushtimi i tij që të mundësojë gjithçka që është e nevojshme për shpëtim.